Ashtu si që ju paralajmërova që kjo diel do t'jetë super fire, si që diel tjetër, por kuptohet që sot kemi, si që dhe thash, s'ka ditëve të fundit që nga kemi këthy kokën, kemi pare, kemi dëgjuar, kemi pare dhe foto, video të shkurtra për policë për jetë. Kështu që unë kam kënaqësinë që sot në ftohtë të nxehtë kam dy protagonistët ose fajtorët e realizimit këtij filmi pjesës së dytë që po e them. Kështu që me ne në studio është Nik Xhelilaj dhe Aldo Marku, mirë se erdhët. Grazie. A jeni lodh pas këtyre ditëve super muj me premiera, me takime, me intervistat shumëta? Pa, akoma se kemi marrë vetëm. Jemi lodhë, është kënaqësi e veçantë, po këtë ditë kemi prit, po nga nga tjetër. Duhet. Po besoj që s'kemi pas pushim edhe një kohë gjatë. Jo, për 2 muaj tjerë, jo. Aldo, po du me të pyet pas mbarimit të filmit parë. Zakonisht nuk marrin me një iniciativën për filmin e dytë, që është një risk. Po ti e more dhe realisht te i kalove dhe pritshmërinë. Pse vendose me bo pjesën e dytë? Po ishte vërtet në fakt se pasi mbaruam të parin bashkë me Nikun, po se Nikun, natyrisht që unë nuk dua të lëshoj në asnjë film tjetër. Edhe me Nikun duke folë çfarë projekti mund të bëjmë tjetër, po nga ana tjetër filmi i parë kishte shumë sukses. Dhe e ndjem kështu si obligim edhe me publikun që t'ia japim vazhdimin e historisë. Sepse i propozuam 2 detektiv në një histori shumë veçantë, e cila lënte hapësirë për misione të tjera, për aventura të tjera dhe publiku e pëlqeu, edhe neve na pëlqen si film patjetër. Kështu që tham t'japim publikut dhe një provë të radhës, një mision të radhës, i cili fatmirësisht u prit shumë mirë. Natyrisht edhe ne sikur e ngritëm pak nivelin kësaj here me skenat e aksionit, me përgatitjet. Pak të ndryshe, edhe në cilësi, edhe një imazh, më thënë, është paka shumë i njëjti staf. Risia, në cast kemi pak risi. Keni ndru pak të cast, atë të ndalë ma vënë, ku e kënaqni ma shumë, Nik, në pjesën e para dytën? Ku e ke shiju pak ma shumë? Ja, kam shiju të dyja, më thënë drejtën. Të e para shijova faktin që ishte, se thosh edhe, zbërthimi i rolit, marrëdhënia me Gjinon, me Orsin, kurse dyshi patjetër ishte ardhja e personazhit femër që i dha një qik lezet filmit meshkujve. Okej, po ndalmi direkt tek Luana. Vendoset që në pjesën e dytë jetë Luana ta shohim jashta moderimit, ta shohim edhe në aktrim. Pse ky vendim? Fillimisht pse dhe si ka lutë mas dhe nëgjirim, nëse ne në premier që ka pam edhe që e pam filmin është perfekt. Dhe nuk e besum që arrin. Pak mu ka dhim Niku me. Shiko, ne nuk e kishim në asnjë moment diskutimin që Luana do ishte zgjedhja dur dhe që do ishte perfekt për atë rol. Natyrisht që mund të ishte skepticizmi që a do e bëj dot. Po nga ana tjetër në skenar bëhej fjalë për një rol vajze e cila duhet të ishte sa bukuroshe po themi, aq edhe fort fizikisht, aq edhe shkathët për të bërë skenat e arteve marciale. Dhe kur fillon e mendon se çfarë mundësish kemi dhe çfarë opsionesh kemi, një vajzë bukur, bjonde, në moshën e duhur gjithmonë, e aftë fizikisht për t'i bërë gjithë të gjëra, po njëtën kohë gjitha bashkë. Ishte e vetmja që kishte në paket mbledh të gjitha këto, kështu që ishte edhe në ato kur mbaruam të parin që vajtëm në emisionin që bënte atëherë Luana, zemër Luana, edhe java edhe një lloj kimie, i thash Aldos gjatë emisionit. Kjo goca duhet të fut në film sepse ajo ka një energji pune, pozitiviteti, që në filmin shqiptar i duhet. Flas për filmin në këtë natyrë, një natyrë zhanri komedi, aksion. Ajo mori si me gallat, si me të qesh me atëherën kur e hapëm si ide. Sa që kur erdhi momenti që do xhirojmë Luana, hajde se do xhirojmë, s'po e beson, pas keni seriozisht të detyruar laca gjëra të tjera erdhi. Po. Unë tjetër si kemi kaluar se po, se ajo është belam vetë. Neve belat vetë pak na interesojnë. Po i shkojnë asaj drejt, i shkojnë gjitha, i shkojnë edhe këto, një vones në një çik kështu. E rëndësishme është që është shumë punëtore, më thënë, atë që publiku sheh nga jashtë, faktin e suksesit që ka në rrugtimin e saj. Është diçka e vërtetë, domethënë, kur vjen punë, momenti është në punë. Problemi derisa ta sjellësh aty se po. Se kur vjen, të merret aty përpara. Po kështu në përgjithësi cila është ai momenti më falni që ke pas
si nik gjatë pjesës së dytë? Komplet. Diçka që ndoshta keni qeshat shumë. Unë kam vërthëm Se për juve është momentet bukura, po nuk po e pys për regjisorin, e kuptoj që keni arrit me bo dhe me nerva. Jo, prezenca e Olsi Bylykut për mua, edhe kur nuk jam unë skenat e ti, është, ai ka një talent në stilin e vetë të humorit. Edhe thjesht, vetëm batuta që kemi në film, që e shikojmë dhe në film, po edhe gjatë filmit vërdall, është momenti i ambulancës kur vjen, për shumë, neve do i fusim avash këto edhe në faqen tonë, i reshket dora, ne në thonë, edhe u trëmbëm, u vraki, se s'kena është aksion, hapet dera ambulancës, e i dhe dali, qëllon 2, 3, 4 polisa, një si tip sherifin në stil, i reshket dora ku mbaje, i nga ambulanca komplet për vetë. Nair, po ishte skene gjyruar në slow motion, dhe ne kemi knajsin të kemi atë skenë slow motion, shove Olsin që fluturon, duke dalë nga ambulanca dhe përplaset në tokë është lot. Kurse me Luana kemi pasur pak sikletin, nga që kemi pasur problemin e dritës në set, na ikte drita e diellit gjatë xhirimeve, edhe sa herë që ishim me Luanën kishim shumë jepnim gaz punës, e kishim mendet e punës, ndonjëherë edhe Luana ka hapur llafin kot mendoj unë, po mbase është edhe vërtet që me Nikun ziheshim në set. Nuk isha mbaron të xhirimit, sa më shpejt, sa më sakt. Zakonisht ata që zihen më shumë ti duhen më shumë ti. Po, profesionalisht po. Okej. Aldo, shpesh thuhet që pjesa e dytë është risk. Edhe pjesa e dytë e dim parafërsisht rrugën, po është risk që dush me ndru komplet pak prej tematikës të parë. Domethënë qysh prej pjesës të parë ke arrit me sjell një frym tjetër sa i përket filmave shqiptar, po e them. Me sjell aksion, me sjell momente komike, po edhe me sjell pamje të ndryshme edhe një emër siç është Niku në këtë rast. Po e ke menduar që pjesa e dytë për shembull, përpos këtij risku, kemi ja dalë edhe financiarisht, meqense kemi dëgjuar se financiarisht ka qenë një buxhet shumë i madh për pjesën e dytë. Shiko, sa herë që bëhet një film i dytë, gjithmonë du ta bësh më i madh se i pari, për ndryshe pse po e bën, domethënë, edhe kjo ishte sfida jonë, si ta sjellnim në proporcione më të mëdha, si në aspektin e historisë, si në aspektin e realizimit, apo qoftë në aspektin e aksionit që u fokusuam kësaj herë. Kështu që për aspektin e aksionit ne morëm një grup nga Norvegjia që ishin në stunts, domethënë stunt coordinator, stunt double, Bekimin edhe Anjën, i përshëndesim. Bekimi është nga Kosova, në fakt nga Ferizaj, jeton në Norvegji, i cili është shumë i kualifikuar, ka punuar në projekte me Netflixin dhe anë mbanë botës, dhe me ata bëm prova intensive për 3 javë, diku të 3 javë, që quam skenet e aksionit në një nivel që ne mendojmë që është shumë më mirë se i pari. Në aspektin e dramaturgjisë, pasaj të historisë të djemve, Gjino nuk është më i njëjti, Olsi është rritur, është burrëruar, nuk është më Olsi Çunak. Kështu që edhe Gjino kësaj herë ka një shije ndryshe. Kam ndryshuar sa gjëra në skenar që komedia të ruhet, magjia midis dy personazheve të vazhdojë të jetë njësoj në distancë, dhe Olsi të trajtohet pak më i rritur Gjino, dhe Maxi njëjtën kohë e gjejmë ndryshe në një moment. Shikojmë edhe ca dimensione tjera të Maxit tek dyshi, sepse ka edhe një raport flirtimi me personazhin e Luanës. Kështu që fillojmë zbulojmë raporte tjera, dhe shefi policisë është i veshur me një petk humori shumë më shumë se te filmi i parë. Kështu që besoj që këto kanë qenë ndryshimet nga filmi i parë. Absolutisht e ndjeja si risk, edhe këto ishin lëvizje që të mos dukeshim në përsëritje, dhe nuk është përsëritje, është diçka tjetër komplet. Sa që edhe emrin e ka ndryshe si film, nuk quhet Dyshi, por është Policë për jetë. Si regjisor, kur i ke përfundu xhirimet, si të paret edhe si dytit, cila u këna e fjalla që i ke thonë vetës? Kur e ke pa produktiv final, po besoj që e ke pa me mira herë. Një të them unë fiks. Te filmi i parë kam thënë nuk gjërej më kurrë në gusht, te filmi i dytë kam thënë nuk gjërej më kurrë në nëntor. Edhe po vazhdova kështu. Po thash kurrë në janar, kurrë në mars. Te filmi i parë tham kurrë në gusht, sepse ishte shumë vap. Filmi i parë ishte shumë vap në gusht, ndërsa kësaj herë na myti shiu. Edhe kur i krahasoj të dyja, më mirë në vap, se sa në shi. Po, më mirë në vap. Po, nëse duhet me patjetër me zgjedh, mes parit edhe dytit, kë e kësha zgjedh? E di që është ajo që mi ndasim i vra, po... Po, të dytin. Prap të dytin. Të dytin. Po, nëse nesër, mas nesër, del edhe i treti? Se dim, nuk e dim që të sjedhim, nuk e di që personazhe do kemi, nuk e di, por që absolutisht që për tretin do ishte akoma dhe më madhe. E njëjta logjik.
Më e madhe, më aksion më të fort, komedi më të fort nëse, histori më të madhe. S'di pse kam një farë ndjenjë ose energjie që vësh ke fillu me mendu edhe për pjesë të re. Kemi fillu edhe rrugës, këtë po flisëm. Po? Po, edhe rrugës, këtë po flisëm. Më thënë do tjetë edhe pjesa të retë. Po keni mendru, sigurisht, do do tjetë komplet diçka tjetër. Besoj se po. Do largohemi pak nga kufit e Shqipërisë. Besoj që jemi gati për të largu pak nga kufit e Shqipërisë, pse jo Kosovë, pse jo një shtet jashtë, dhe natyrisht kast më i madh, histori më e madhe, gjithçka më e madhe. Kosova do përfshihet se s'bën, nëse shtreshin. Jemi bashkë, po. Nik, ne dim që suksesi yt është edhe jashta kufive si në Stamboll, në Gjermani, e shumë vende të tjera të botës. Po besoj gjatë seteve që ke xhiruar atje mësu gjithçka me qenë me sekonda, me qenë shumë strikt. Shiko, është edhe kjo raporti. Si është kjo në Shqipëri pastaj? Atë po flisa tani edhe me Aldon. Kur je atje, nga që edhe problemi i gjuhës, jo se unë zotroj gjuhën shumë mirë si turqishën, si gjermanishtën, tashme po në setet atje jam më i përqendruar te rolit, te ajo gjëja ime skenarshme, kurse këtu nga që dëgjoj të gjitha budalliqet e tjera, jo kush u vonu, jo kush nuk po vjen, jo kush iku make-up, jo kush iku kjo, që përqendrohesh e thosha, kur jam andaj them, më merr mallet të jem stet shqiptar, dhe të jem një çik rahat. Të merrem vetëm me këtë vi këtu, jo aty. Kështu që është një çik e pa qartë kjo punë. Po i bjen kjo pak që Aldot ka kop, po të them kështu, ose të me lëviz. Gjë ka qenë kështu. Ka kap nga mustaqit. Ka kap nga mustaqit, mustaqja pa. Jo, e kapa dhe unë Aldo në një sens, se kur tek i pari, kur erdi Aldo më ofrua me një gjë më të vogël, si tu është guest role, edhe e gjova skenarin pash një ndryshim, do ishte për më era parë të paktën në projekte shqiptara që të mëra pjesë në zhanën e komedis, edhe i thash Aldos vi, që ose do rrezikoj për një gjë tillë, sepse normal nuk e njeh, nuk isha parë punë tjetër më parë. Të rrezikoj me dyja këmbët. Edhe thash propozova të isha unë roli i Maxit. Pastaj tha Aldo për mua sigurisht është një çik. Erdhi si po më njëzua pse jo. Edhe u zhvilloi shumë bukur njësi, më thënë ajo nuhatja që pata për të njëshim më rezultoi shumë e drejtë. Pastaj kur pash pas edhe filmit të montuar, të gjitha pa flasim gjithmonë për njëshin. Po. Aty pastaj u afirmova edhe për talentin e Aldos. Po ajo ndihet që në fillim, që në shije, që në kontaktet e para, marrëdhënie me regjisor, aktor. Aktori po nuk pati besim absolut të regjisori, ka shumë pamundur, sjelli atë që ndonjëherë themi ne të ma gjep se çike, domethënë të surprizosh dhe veten tënde gjatë xhirimeve. Se është profesion që është i qartë, ti e ke diçka në xhep, ke një eksperiencë jashtë dhe vjen e zauron, po kur përfshihesh në raport besimi pastaj me regjisorin, prodhon diçka që pas ka qenë dhe kjo brenda skenar po se dinin. Lirohesh që themi nga Shqipëria, kemi një shprehje. Po, edhe lidhesh, lirohesh. Lëshohesh. Po kur të ka bëu ftesa për herë të parë, të pas parasysh filmat, sukseset e tua, e ke menduar që realisht do të ketë ky film këtë sukses që ka pas, po flasim për Poliec për kokë pjesën e parë. Para ndjeva, po e ndjeva, pata të nuhatja, thash ky do ketë diçka, se mu duk që në skenar shumë i ndërtuar mirë, flas gjithmonë për ato realitete që kemi neve në Shqipëri. Fatkeqësisht 15 vite që unë s'jam mas Shqipërias Kosovë, jam larguar pak, nuk kam parë shumë edhe produkte, se mos këtu. Po për realitetin tona tjetë paktën, Shqipërisë shqiptanës shqiptare, dhe më thënë, ndjeva qenë skenar që kishte një stil, në skenar ishte i kopsitur, fillon të story, mbaron të karakterit ishin aty. Nga çka e frigu? E kera këtë ka një frikë. Çka e frigu? Me qenë se 15 vite largë të punosh me shqiptar një periudhë shumë gjatë kohë. Gjuhë shqipe. Ju për shqyqyrë, dhe mashallah, keni më aksion, më aktive. Ky është debat dhe është temë që unë Aldon e kemi pothuajse të përditshme. Ne si duket e kemi edhe tradit nga që ne ka lënë ishtë kino studio shqiptare nga filmat e kohës komunizmit, pavarësisht janë filma shumë dashur për ne, jemi rritë me vërtet. Por, në raport profesionizmit, të themi tash, profesioni, si për aktrimin, është gjuhë që është pak përshkruese në aktrim. Nuk ka aksion brenda. Dhe ka më pak folje. Po, shumë e vërtet. Ju e keni më avantazhe atë. Prandaj edhe po keni edhe shumë më sukses këto 10 vitet e fundit. Dhe atë ajo ka qenë si sfit, si frikë që thotë, jo se kisha arru Shqipen, po është kjo halli, flet gjatë, flet shkurt,
edhe më shijoj që me Maxin, biles, ndonjëherë, aktor si ka mundësi i shkurton, unë ku të shkurtoja, pre këtu, pre atje, edhe t'ja japim rolit atë misteritetin e tij që është misterios, flet shumë. Si është Aldo si regjisor? Aldo Rizka. Të dalë pak jashtë? Jo se kemi Dalë shumë... jashtë, që të shprejt thjesht. Që të shprejt thjesht. Jo, më vonë do e pys. Për tash të pyta kështu, të aspektet pozitive. Jo, ka një... Politikisht korrekt. Ka një kështu, një aura t'jashmi dhe me t'ujmi. Ka një qetësi në set, më thënë setet janë përgjithsisht kaos në gjithë botën. Ashtë më tepër të kjo, themi raca jonë. Kur gjiron nëntor. Kur gjiron nëntor, ka dritë pa tjera. Shpejt se iku drita, shpejt se... Ka një qetësi që është për t'u admiruar, më thënë se mos harrojmë, ka filmi ti të dytë të gjatë. Nuk është e letë fare, të kesh për ditë në kurriz drejtosh 7 veta, minimum 5-6 veta në set, plus aktorë, plus të kesh në mendje. Të ketë në një del matematike brenda në trunën e vetë, se si e formulon atë puzzle-ën. Unë them që më ka qetësu goca. Që kur janë bo Ka baba, më ka qetësu me nervat që më ka... Ja, sheti se dim, kjo është detaj tjetër. Diçka tjetër. Po, në rregull, me qenë se mi menaxhu 70 persona, me pas të bëj me super emra. Edhe me pas... Se mbaro, ka qetësin set që është e rëndësishme, po ajo qetësia e këtit shërben ty pasaj si aktor, se ka është talenti tjetër pasaj që ti të qonë, nuk të bëndy të jesh vetëm gjatë prodhimit të rolit tënë, apo krijimit tënë gjatë në set. E di se çfarë pse mund të kesh ti, në atë atë, dhe e di që, mos më jep më shumë se kaq, mos më jep aq më pak, sille këtu gjën. Kjo është aftësi drejtuese, themi directing, që vjen nga anglisht, që drejtoj ty tek ajo, që ta lidh prapë me atë besimin, janë gjëra që i shtohen derës së përbashkët, si Aldo, raporti aktor-regjisor. Po, për qetësinë që thashë në set, e ka avantazh se ka vetëm me aktor. Ka regjisorë që janë shumë fanatikë, kanë, e përqendrojnë gjithë aftësinë e tyre krijuese vetëm me aktorët, ose vetëm me produksionin, vetëm me kamerën. Që realisht duhet me qenë një shpërndar. Ne si aktorët që jemi egoista, jemi xheloza si natyrë, natyrisht i themi neve fytyra e surratë im do jetë atje. Unë kam përgjegjësinë e gjithë 70 vetave, lërja ta, merr me mua. Kjo është sfida besoj për çdo regjisor që të raportoj këto balancet e marrëdhënieve. Okej. Aldo, ty nuk po të pyes njerë për Nikun, se do të pyes pastaj si është me punu me Nikun, po të pas parasysh që staf i madh, super emra, super aktor, buxhet shumë i madh. Më shumë buxhetit ka shku tek emrat apo tek stafi, tek aktorët apo tek realizimi i filmit? Kjo zilja është për të bërë pas. Pas. Përgjigje. Pas. Përgjigje? Ka përgjigje. Okej, s'ka përgjigje. Unë e mora përgjigje, po s'përish mund. Okej, nëse do të bëhet filmi tret, do më thëmë pjesa tret, do të ndrësh Nikun a Luanën? Po si ndrohet Maxi, ku ndrohet Maxi. Pa Maxin s'ka realisht. S'ka pa Maxi, nuk keq na vjen Luna, po në qoftë se do ishte Maxi apo Luna. Jo, filmi është konceptuar me 2 detektivët, Gino dhe Maxi, dhe këta janë boshti kryesorë, dhe çdo gjë është pas tyre. Kështu që po, shkurt qartë pas tyre. Olsi nuk e përmenda shumë, po cili është më strikt në set xhirimeve? Strikt? Gjatë kohës. Niku apo më Niku? Cili është më gallat kështu? Olsi. Olsi është. Detyrimisht, Olsi është film brenda filmit. Po të xhirojmë Olsin gjatë setit, është një film më vete që është lot, domethënë ta shton jetën, është, nuk e di, ka një batut, ka një shpejtësi, prodhim batute. Prodhim batute, domethënë është edhe kur është jashtë fokusit, nuk e edhe atje, është i çuditshëm. Po. Është spontane. Cili ka teke më shumë? Teka më shumë asnjëri. Jo, jemi të gjithë kështu për një qëllim. Nuk asnjë, as pak mohabet, sidomos te ky film një herë që kemi qenë në Jo, kështu, edhe Luanës kishte teka. Okej. Në qoftë se të mendon dhe hoqi veta, e kuptoj tak. Ajo na pëlqeu shumë se... Po. Kjo është magjia e setit filmit. Nuk e di çfarë ndodh me ju këtu në televizion, po... Se si funksionon, po të ne e kemi, se ju me keni edhe kështu, ja, erdhi ky, do iki tjetri, kurse filmi fillon një muaj, ke xhirime dhe krijohet një lloj situate familje.
Edhe shumë interesante, po atje ndihet se gjithë sado edhe ai që lëshon një tek, lëshon një budallik e kapër, në fund fare e harron egon edhe se do të dalë filmi mirë. Bashkohemi dhe ai qëllimi për bashkët. Cilës skenju keni frigu mas shumë? Se pjesa e dytë ka qenë super aksion, ka pas ndryshime. Cila ka qenë e pak ma e frikshme, ose çush po del, ose mos po vrahen aktorët, ose... Përgjigjem unë i parë? Pa, ti, unë se kam në një përgjigje me thënë drejtën. Tu se mba me të kemë pas frikë. Skena që është gjiruar te Pallati i Brigadave, që është mbrëmja gala tek filmi, konsiston të një skenë që tashmë është bërë e famshme, ku personazhi Maxit kërcen me personazhin e Lunës, që kemi bërë prova kërcimi dhe supozohet që aty ishin, aty ishin diku te 150 figurantë që duhet koordinuar, në njëjtën kohë kishim kohën shumë limit. Në njëjtën kohë duheshin dhe shumë plane, dhe kjo më trëmbi pak. Kjo dhe një skenë partikolare aksioni, ku personazhi Lunës bën një lëvizje si helikopter që e quajmë në botën e arteve marciale të këto, ku me dy këmbi hidhet në qafë një personazh negativ dhe rrullohet. Dhe kjo më trëmbte si ide, po kjo rezultoi më e thjeshtë se ç'dukej. Ndërkohë që Pallati i Brigadave ishte i sër komponentësh edhe aktrime dhe kërcime dhe dy luftime më vonë, plus shumë figurant, plus shumë pak kohë. Kjo ja, ato dy net që gjirove ti prapë, mbaj mend se pak i mërzitur doli se s'morë, pati kot merrte 2-3 plana që kishte dëshirë të merrte më shumë. Po edhe ne kur e pam pas të montuar, s'pas ka pas nevojë, domethënë, kjo para vim të mjeshtria. Montazhi shpesh bën mrekulli. Po ka dalë shumë mirë, po. Bravo montazhierit, bravo. Po Aldo. Bravo, Aldo, kam vetën, se vetë ka bë. A vetë ke po? Bravo, mund një duar tërkitje për montazherin. E kemi të ndalën, Ajdar? Multitask. Po këto, për shembull, është përzina e aktor me thonë që këto pjesa e fytyrës nuk po m'pëlqen, apo si unë konë këto defektet, ose pak trupi? Ka qenë proces i punës, po asgjë për të kundërshtuar, sepse e kam pas vetë si fokus gjithkohës për... Po s'ka ma mirë, se vetë e këtë ditë shka për tërë me pa, në fund, dhe me thonë, ja ke plëcu vetës gjithë të shqipë. Po, e kam pas edhe në fokus imazhin e secilit, pa tjetër, se si të ekipari dhe të dyti, edhe me Luanën akoma më shumë, sepse nuk i përket botës filmit dhe ishte eksperiment, edhe natyrisht që duhet të arruash edhe në aspektin e aktrimit, po edhe në aspektin e imazhit dhe çdo gjë ka shku shumë mirë. Po besoj fal provave, domethënë këtu Niku ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm sepse Niku është aktori, po themi dhe është shkollë filmin vetë dhe shkollë aktrimin vetë dhe ka punuar shumë me Luanën edhe në aspektin e interpretimit apo të zbërthimit të personazhit. Kështu që e kemi orientuar shumë mirë dhe besoj që ja kemi bërë punën e lehtë edhe Luanës. Okej, unë përdume me pyet pak Nikun nëse do t'ishte një rrezik real një jetë. Kuj do t'ja besoje shpinën? Shkallësisë të Luanës apo humorit Olsit? Se di, e vështirë kjo pyetje. E vështirë. Se dive nga pak, po, nuk e di. Tash me gjithë rrezik. E zëmë se dështova, më mirë të qesh. Më mirë të qeshësh. Të nga orë si të përfërdoj. Këtë do thoja edhe unë, tikësh duke qesh. Ja, dikim duke qesh. Këtë do thoja edhe unë. Fik se fik, belem të qeshim fund. Tikësh duke qesh. Okej. Nikosisht, gjatë këtyre viteve me 2 filma shqiptar, po mendon që komplet ka fillu me ndryshu për mirë sa i përket filmave tek ne shqiptarët, tek aktorët, tek kushtet, tek mundësit. Në gjënë se sytë e tu, qka nuk kam parë? Absolutisht, po, aq më tepër, si thash, unë fatkesisht nuk sam pas shumë angazhime këte nga krau juj, si me thëmë. Po, në Shqipëri kam bërë dhe filma tjerë këto vitet e fundit, nuk se kam bërë vetëm këto të dy. Këto të dy kanë rënë më shumë në sy, edhe unë, si tu ashtë kam qenë pak edhe, kam pas më gjanë, themi ne. Po kam bërë dhe filmat tjerë të stilit autor. Edhe ndihet ajo cilësia që po rritet. Ka një moment ku duhet të edukojmë në base publikun, më shumë aty është detyra jonë, e krijimit e pjesa këtej mbrapa kamerës, skenari do të jetë më shkruar një ide në base që ka gabuar që publiku shqiptari do gjërat e thjeshta, jo më se kur shkon shikoj një film tjetër hollywoodian, shikon edhe shijon njësoj që shumë nuk kështu kjo s'na pengon neve të kërkojmë ato nivele të reja. Do të thot, i kemi më mirë. Por që për realitet, me shoh që kam dëgjuar edhe suksesi flet vet, Kosova është 1-0 akoma këtu.
me në film. Po keni mendu që me dalë jashtë Kosovës, jashtë Shqipërisë, me pas premiera edhe në vendet tjera të bashkëtetare ta? Po, absolutisht. Do më thënë, së shpejti do nëzirim edhe gjithë programin që ka filmi. Do jemi në disa qytetet të Europës, më pas në Amerikë, dhe pas në shohën, po absolutisht që do e shpërndajmë, sepse Po, në Evropë pëse së bërë Gjermani në base 2-3 qytete. Për atë kemi bërë një produkt që të duam që të vërtet... Në Angli do më shkojmë, ha? Edhe në Angli, yes. Do shkojmë, ku ka shqiptarë gjithandej, New York, pasaj dhe mund të marrim disa shtete tjera në Amerikë. Nuk do ndaleni, po, në Athinë, do shkojmë në Itali, do provojmë. Jam duke parë këto gjëra. Besoj diku nga fundi prillit fillon kjo stafeta, turi, Evropian, pasaj le themi e kontinent tjetër. Kuptohet që të gjitha këto miqtanë munden me i kuptu në Instagramet e filmit, në Instagramet private, ku do i marrë informatat e sakta. Tash prej filmit, po kalojmë pak të disa pyetjet e tjera, më pas kena më sfidu, se në ftohtë të nxehtë du të mi sfidu dy miq të mirë, me qenë se kemi dëgju që jeni shumë jashta profesionalizmit edhe miq ekstremisht të mirë njani me tjetrin. Nik, ti ndër artistët që nuk ka skandale. Do më thonë, edhe nëse jenë me ullumtu të skandalet, nuk është që gjenë asë një skandal. Dhe realisht nuk dim kur gjë për jetën tonë dhe private. A është kjo një strategji për me mbrojt vetën, apo thjesht më shumë i aksion në filma se sa një jetën private? Kjo ka të bëj shumë shpejt që me filmin tim të parë, nuk e di. Unë kam filluar me një regjisor që është komplet brezi atyre viteve, Piro Milkanin, edhe kam ndje një magji tjetër në set në xhirimit, në këtë, dhe më thënë, nuk e kam pasur të egon që të filmi i parë që unë jam aktor, po bëj film, për kundrazi, e kam parë të famën në qikë shu si një gjë. Ka ardhur shumë natyrshëm, kjo muhabet. Nuk, më thënë, është rritur bashkë me mua gjatë punës, kam kuptuar që të punët e mia të para që është puna më rëndësishme se, më thënë, kur thënë më rëndësishme edhe me hishme, më shduku shumë gjë e vogël, si thonë ju, me duk një din kohë, kam bë këto, kam bë ato, tek tu kanë pas shkruajt gazeta, s'po them, po. Po jo super skandale. Po jo super skandale, se s'm pëlqen vetë. Unë vetë nëse kam dikë idhull, qoftë jashtë, qoftë brenda territoreve shqiptare, aktrim, film, këngë, çon si ka, nuk ma ndjen shumë të di çfarë bën ai në jetën private. Është jeta private, prandaj ka dhe fjalën, është jeta private e teatrit. Se jam dhe shumë dakord, me thënë drejtën, që edhe pse e dim që neve si soj, na interesojnë punë të desim, barojmë. Po, atë kam pengu këto tituit për shambull seks simboli shqiptar? Kam pengu. Se e cilësu do më po, ajo është, më zhduk në qikë pa lidhe, se i bi që kur kam dhënë unë firmën. Kam radhe unë dakord, po jam. Ajo të delin titull atje, edhe ajo të merën qapë për shumë, kotë. Unë se kam ditë fare. Fut në radhë, këtë vit ishe i dyti, këtë vitin tjetë dole i 5, dyta që i këtë dole i pare. Futesh me i garë, pa lidhje, që ti se ke asë në plan asë... Okej, thuhet se një aktor i mirë duhet jeti dashuruar që të luaj mirë me emocione. Në Policë për jetë, kemi një nik që reflekton ekstremisht dritë. A ka dikush një jetën të nda aktualisht që e ke bua që mirë rolin e ke lujtë si Maxi? Ja, aktualisht nuk ka deri në atë nivele. Nuk ka, ja. S'kemi diçka serios? Nuk kemi diçka nivele. Aldo, nëse duhet me zgjedh mes Hollywoodit, sukseseve në Hollywood, edhe jetës së lumtur në Tiranë, familja gjitha këto, këshe sakrifiku? Që se po të fjerë familja? Jo, nuk po e them në atë aspektin familja e ngusht, sepse kuptohet që kur është familja në pyetje nuk krahasohet as Hollywood, po ndoshta okej, shoqënia me ata më të afërt që i ke. Qartë. Shiko, që kur jam bërë baba, kam filluar të shijoj shumë më shumë gjërat e vogla. Që do të thotë, një shëtitje me gocën, një kafe me i shok, kështu që unë mendoj që gjithë ajo aure e suksesit është shumë boshe nëse nuk ke njerëzit rrëthejen, edhe familjen pa tjetër. Kështu që, jo, familjen. Familjen dhe shoqërinë nëse bëhet fjalë për t'i ndarë, sepse suksesi bosh është, suksesi vetëm është bosh, është. Në vërtet. Kuptohet që me qenë regjisor shpesh herë dush me qenë një psikolog në vete.
Më thonë se dush pak edhe aktorëve mja u kuptu. Ka pas ndonjëri për aktorët që me probleme privatit ka ardhe dhe thjesht ka lodh dhe i sa e kënë zjerë më të mire. Kriza, kështu? Kriza. E se kemi gjithë ka pak kriza, si do mos... Po që pa mundur mos me pas, sepse Niku e thot shpesh bile këtë që aktorët në përgjithësi ne ka një lloj kështu, një lloj ç'a mund të quajmë? Vllastimi, ç'a mund të quajmë? Një lloj Një përgëdhelie. përgëdhelie. Përgëdhelie është fjalë e dur. Dhe Përgëdhelen pak, kemi qef, edhe kur s'duhet, Jemi mësu. ja mund të prapë. po, dhe kur bëhet fjalë për shumë ditë gjërime së në të njëjtën kohë dikush mund të ketë jetën personale, pra siç është sot nuk është nesër. Po në njëjtën kohë edhe sfidat e xhirimit janë ndryshme. Njëri e natën deri në orën 5 mëngjesit, njëri e ditën. Kështu që gjitha këto të bëjnë që t'jesh goxha i vëmendshëm ndaj energjisë secilit edhe për të munduar me sjell energjinë e duhur. Pra, të zhbëj veten time nga çdo lloj se edhe unë mund të kem emocionet e mia, apo jo, por edhe unë kam merakjet edhe gjithë. Mirë se edhe ky film, dhe të dy këta ke pasur që më të lehtë. Patjetër, Gjithë ke pas meshkuj, bësh me meshkuj përgjithsisht. E vërtet. Mashkull, se zjatë e fjalja dytë, bolla, e që vazhdoj thu. Po. Me Luana po të ke pas një problema me. Që tash ta vetaj, që tash ta për një krasim Niku a Luana, cili ka pas pak ma shumë, me kësh dasht pak ma Ja, shumë. po, janë menaxhu. Thash, janë menaxhu. Atë ka lodh Luana, se ne gjithë e dim që Luana shumë pak vënohet, është pak. Te vonesa, deri te vonesa po. Po kemi dëgju gjithë, po. Si aktore dhe si ekzibicioniste në çdo aspekt filmit, pak, zero. Përkundrazi, Ka treguar një ishte ajo që më profesionalism. friste mua edhe i dubël tjetër, apo si të duka, apo edhe një se mund ta bëj më mirë, më kupton, kështu që as pak. Okej, bravo. Atë pyetje nuk po ta bëj kënë këtë reagu ma shumë Niku na Luana na Olisën, që se e di që veç ma bën skip edhe këtë pyetje. Gdora gati këtu. Okej, Leo. Ka ardhur koha e sfidës. Hajde. Kështu na bojnë me dije. Okej, keni një sfidë, realisht kemi 2 loja. Më duket se gjithçka e kemi gati. Unë po i largoj këtë. Keni punë me zile tani. Me 5 sekonda, duhet me kthy përgjigje. 5 sekonda. Po. A jena gati? Përgjigjes janë po jo. Realisht janë me 3 gjëra. Po Okej. duhesh në... Po pse Zilja? Zilja është sepse cili, kështu, kur mbaron me shpejt. thanë, ose dhe okej. me thonë 3. Po e nisi me Nikun. Hajde. Më thuaj 3 arsye pse Aldo është regjisori më i mirë shqiptar. I qetë, riskon, talentum. Bravo. Dhe e mbyllim atë. 4 minuta. Interesante, si Bravo. 4 sekonda. 4 sekonda, 4 minuta. Po, Aldo, ka për ka. thuaj 3 emra aktorësh që do t'i kishe marrë në film në vend të Nikut, nëse jo Nikun. Nëse jo Nikun. Ja humba. Jeti. Niku s'ka. O, Niku s'bët. Okej. Ta me se, në gjithi maksin. Na thuaj, na zbullo. Nik, 3 gjëra që i ke bënë në shërgjirimeve që Aldo si ka marrë vesh. I ka marrë vesh gjitha. Më nuk i ka se. Jo, i ka marrë. Bënë e kurios unë për i moment. Jo. Okej. Aldo, na thuaj 3 veset e Nikut. Qa anë kjo, bë. Tre. Gërmon shumë më shumë personazh se unë mendoj që është mjaftueshëm, ka gjithmonë shumë ide, vese, ka nevojë për dubla sërish sepse mendon që mund të bëj akoma më mirë edhe pse unë them që është mjaftueshëm. Dhe Igo, a? Iku, mirë. 3 i the dhe realisht. Orë si të. Okej. Kafe dhe kafeinatën, se po s'ka. Nik, na thuaj 3 emra aktorësh shqiptarë që do të pranojë të bëje skena hot. Skena hot? Unë kam bërë me tuan, Adriana Matoshin e kam një skenë. Thuj ti, se unë s'kam kundërshtim. Niku është i hapur. Okej. Aldo, 3 gënjeshtrat që u thua aktorëve kur skena po del keq. Ka problem me audion, edhe një herë ndriçimi dhe për fokusin. Ose them super edhe një. Super edhe një. Kjo është ajo që e bëj shpesh. Nik, na thuaj 3 gjëra që Aldo bën në xhirime që si bën asnjë regjisor tjetër. Ja, super edhe një. Pse më shake shumë mirë ishte?
Në rregull je, pyetim shpët një për shpëtën. Shpëtja është drejtori fotografisë. Okej. Aldo, thuaj 3 gjëra që Niku bën në xhirime dhe ti vetëm i mbyll syt për mos ta parë. Duhet si të mos ta pa? Mos e, mund të jetë edhe një, se 3 pas një, ti okej. kërkoj shumë më bërë. A vra, shumë. Mbyll si të mos ta pa. Ka diçka që. S'ma vjen asnjë, shkove 2 parë. Ja, Ma s'ka. kalova. Niko, thuaj 3 gjërat që s'ja ke thënë kur Aldos. I ka thonë Ti që kam thënë. Ja, për këtë mbase, edhe për Kosovën, që thënë 3 që duhet vinë Kosovë, kam thënë. Aldo, ke Tjerët. diçka me i thonë? 3 gjëra që s'ja ke thonë Nikos? jo, e kam thonë të gjitha. Flasën Shko, shumë, jemi shok. marrëdhënia ka kalu tash në midis ne të dy. Ne flasim kapet gjëja për të shkuar diku tjetër. Ka me thënë. Me qenë se s'keni asgjë me thonë. Fito, du pit. Jo, kemi për të thënë, shikoj filmin sa erdhi, shqyrë përqyje, gjitha, do të them Se për kemi film. mbaru sfidën. Ah, okej, më rregull, pas e ke sfidë. Ja, po e presim edhe pijet, sepse këtu të kjo pjesa nuk është ju ngacmova shumë. Aha. Keni pijet nga më të ndryshme. Opa. Keni espresso, keni qumsht, keni qumsht me krip, qumsht me sheqer. Qumsh me krip apo dhall? Jo, qumsht me Ajran. krip, sepse do të Qumsh me- gjana s'du Ah. nuk këtë mira, janë të shpifuna, pa ka lëngje, ka ufull, ka vaj. Bo, vaj në kuptova. Loja të llojet pije ose thuje, gjithë shka që nuk pranoni ta thoni, mund të peni nga një glëng. Okej. Inshallah si janë shumë pyetje. Jo, i kemi më pak. Nik, je quajtur Brad Pitti shqiptar. Na thua emrin e një aktori shqiptare që të ka quajtur hapur në Instagram ose numër telefonit. Pa, me së të këtë. Unë si them kështu, Te vaj, Dhe vaj shkove ti? të vaj me të pim qik vaj të... Okej. Aldo, a ke zgjedhur ndonjë aktor ose aktore më shumë për pamjen se sa për talentin? Gjatë tërë karrierës tënde. Jo për pamjen, më shumë për influencën. Okej? E të kaluarën, flasë. Kaluar. Atë pës ka, pës... Te pyetja tjetër. Je me pyte që të pina i gjithë dhe kjo, së qanë, pyte. Te pyetja tjetër. Të pyetja tjetër, hajtë? mund të vi. Ma bëri pyetje me emër. Ke- Thjesht ke bërë ndonjëherë, po. Okej. Nik, uraj që s'ke me pi prapë. Në film, ke skena me Luana Vjollcën. Po. Thuaj 3 gjëra që Luana nuk di t'i bëj fare si aktore. Ose pi. Po, 3. Ose një, po ta letoj. Një gjë Së që ditë puthi, se si to me më puthi. Nuk e lejo, nuk e di të më thënë. Po ta lejon dhe ta kuptojmë. Di apo s'di. Kështu që përderisa s'do. shumë kes Luana. Okej, Aldo. Me di ajo vetë ma dhe sa të shni. Nëse policë për jetë dështën në ark, këtë ta bësh fajtor? Teket e Nikut, pa aftësinë e Olsit, apo faktin që Luana nuk është aktore profesionale? Asnjë. Do të një me zgjedh tash ose me pi? Ai do pi, po shë po Pina i uthull, je që je. pi. Do pi të qumsht. Si Gjino. Okej. Me kryve? Që ka super. Po të fat. Okej, Nik ti paguash shumë mirë jashtë. Sa është shifra më e ulët që ka ofruar një produksion shqiptar? Këtë pagesa e kemi. Po pra pse e kemi neve sa qarf popullit? Ja ku ke, e qumsht ishte super. Është nisën. Desim të dim sa është pagesa. Ora unë e them, por nuk është mirë ta dini edhe Po jo, kofi. kush jo ndoshta, po vetëm... Kush jo, në sensin shifra ka qenë dhe 0 lek, po kam shku vetë se më ka pëlqy gjëja dhe kam ditë realitetin e... Kur më pëlqen mua vetë, jo, me 0, po. Dhe filmi i parë kam qenë i hapur fare dhe për 0 lek. Do më thënë nuk është... Punë tjetër që pastaj puna ime, respekti që krijoi stafi, produksionit e tjera, nuk më lam pa 0 lek. Ka qenë dhe një projekt në Angli. Okej. Unë me zi, vdisja të shkojë në Angli dhe kam bërë, i thosha regjisorit, ama vetëm vizën dhe punës më nxjerr, se s'du fare as lek, biles që më t'jap. Po ai ishte detyruar dhe ai shkreti se ka ligje Evropa, që gjyë zotit, që du t'japi një minimum, një gjë. Do më thënë? Po aty për shumë kisha rol kryesor, gati sa me 30 ditë xhirimi, kam marrë si me marrë sot për 2 ditë xhirimi. Dhe ja ku kemi bërë. Po mora vizë angleze. Ato vite ka qenë shumë e vlerë, tani ka ndryshuar raportet. Tani ka ndryshu. Tani jemi gati për Evropë, nësë ta ndjenë shumë si në bërë kështu.
A përdon me Apo pi? ma nglim A prap. përdon me pi Aldo, as përdon me pi? Po të pima të pipa. I pas ka aty. kemi- Me opsione. E vështirë e lehtë. Spit. Kush është më filtrues në stafin e xhirimeve? Në stafin e xhirimeve. Kush bën flirt më shumë? Pida, kusë. Ta e më përgjigje. Po, se që thënë t'jenë aktorët, e? Ha pra, për një Qa bërë mas kamera, Jo, për ato që i njojmë, se për stafin kështu, kamermanët e kështu nuk besoj që fatosi mundet me bo flirt, po s'është që e shet dikush. Ja, dakor. A është ashtu ose kushtrimi? E shohin direkt, e shohin. Gëzuar fotos. Okej. Nik, a ke refuzuar ndonjë sken sepse ishte too much për ty kjo? Besoj që ka, por këtu nuk po du me të bëjë. Po, kam refuzuar me përgjithsisht. Jo, vetëm s'ken... Jo, në përgjithësi, do të Po, kam refuzuar disa, në për seriale turke pa fund. Ati ka too much pa fund, më thënë. Futu në shikim 4 orë, tjetër që se 20 vjërë, më s'mbaron shikimi. Edhe kam refuzu, po që janë raportet ndryshme pastaj prodhim për televizion, duhet nesër, se është më veti gjatë. Si serial indian, ha? Po jo indianë, po aty e ka teknikën, aty e ka matematikin aji. Prap, hajde me pi, prap. Kush gënjen më shumë në intervistë, Aldo? Ti apo Niku? Jo, Niku, në qofë se është për të krasu, Niku është... Jo, më kështë e bona pytjen vetë shumë të shakë. Niku s'gënje fare. Asun s'gënje, po unë jam diplomat. Edhe mund të... A ndodhë që më përgatitesh edhe për politikë në të ardhmen? Jo, më lek qofë. Okej, kush nga ju të dy shpenzon më shumë lek? Këto i këni papije. Ose peni, ose të më tregoni. Bashk, Niku që më shumë. Dorë qpum jemi të dy, theme, nga Shqipëria. Niku se e ma vetën ndryshë, unë s'kam probleme me kamerën, Niku përdor kështu, që përdor ti Niku? Ja, më s'përdor në kështu farë. Për kështu estetikë të ti? Jo, me e ka lavin kështu kur dalim për qerasja, aty jemi... Kush është pak më shumë që? Niku, prap. Kështu e... Në vjetërën... Aldo, nëse Niku dhe Olsi nisin të zije në një set, ose edhe në kafe për qef. Kush është aji që fillon i pari të viktimizohet ose të bëhet ndihet keq para te, ja e pa çka më tha ose ja kështu. Asnjëri. Asnjëri. S'është ashtu që bëhet. Asnjëri nuk viktimizohet, ja. Okej. Pyetja e fundit është për Nikun. Po. Më me qef do puthje një aktore shqiptare apo një aktore të Turqisë në një set filmi? Allah, me të njëjtin qef të dyja. S'ka më se të këtë. Po t'i bikë sa? Një lë mirë? Kjo është e mirë. Atëherë, me qenë se që Ndresa na këndoi një këngë, kuptohet që aty ku ka detektiv, ku ka polis, nuk duhet me mungu edhe mafia. Vela mirë se erdhe. Mirë se gjejta. Para kohë. Mirë se gjejta, po i zumna këto. Jo, në ftëft e nxehtë nuk e ka zonë, nuk ka, kjo është detektiv. Kjo detektiv na të këshit, na shera gjit, kur e ka shtiki komën në Kosovë, unë e kumë kuptu që ka një detektivin Kosovë. Bela, tu pas jemi pak për para. Tu pas parasysh, do më thonë një super kuzhinier, një biznismen, me restorante shumë të përfoljura në Gjermania të kërkume, qka tu desht me hina këtrim? Ka talent, ka ndër që fëmi. Nikim ka thonën, ma mirë me prevu sa më të met me rak. Kështu që unë të thashë, me rak s'va në të met kërgjon këtë një, te prevoj. Unë e di që Bela nga të regon gjithmonë drejt, edhe për shtë arsye, qysh ishin me punu këta dy jashtë amitësis? Këto dyja? A këto ishte Aldo, ishte për gjuna. Pashto një zotë, unë e kaj poshë Aldo në të punu, ishte të meri. Ki ishte profesionalist. Edhe Lona o konë një person që unë e nështë e kësha para gjyku, kësha thonë, honë belese. Abo Lona ishte qashtë të perfekcioniste në punë, qashtë që disiplinu me kënë punë, kështu që shka kumë pone vetë në setë, për shemëll. Edhe ishte, kështu në me amor lakmin punë.
Do më thonë punën ma të fështirë, për pjen Aldon këto Ki për gjuna, se ki ngrati, ki tu desh ke qatë në setë me pasën në kontrol. Edhe kundrat me këshyra e ki një të shmajt një djatë, tu desh ke kimi kontrolue. Niki e marrë ke kështone të thonë shumë letë. Chill, po. Ki mu të ke që e balë me si mshielas, atë punë. Une... Ti si mafi, më falë se Aldon për të me pytë, si mafi, Bela... Natural, komplet. Natural, dhe më thonë nuk është që ka dalë për... Ka lujt vetë. Po, a? Kur t'ki shok, nuk ka dhe në mafi hasë të mirë. Ka dhe mafi të mirë me të shumë. Sigurisht, ka dhe mafi të mirë. Bela, kjo do të thëtë që e me provu e provove, marak nuk të ngeli, po kjo me provu prap. Varët, që që ma pagu ngazhën këto... Biznesi, e doli biznesmeni. Në mafia lipmi Unë pakës thash është biznismen, direkt ja kalu. Për tesha kave. Ti tha e bajlë pa pare, jo mërë pa pare Unë e kam artë, unë e shofë edhe si artë. Unë e biznismen. Po, këtu ndajmë. E kështu që pa lek valojës. Për tesha kave, pra Bela mund tjetë super shef dhe biznesmen shumë i sukseshëm, po ta shofësh nuk do shumë mënd që Bela ka një pamje totalisht prej John Gotti. Dhe në atë lloj roli e qanë. Plus, kur po bënim gati për xhiru skenën që ka Bela, teksti i erdhi spontanisht vetë. Pra, e kuptoj personazhin direkt dhe tha, do i them kështu prokurorit. Që që e kishte për brenda... Brumin. Nga cnimin, e ka. Në atë kam shok, po kam thonë në ato pleshte na... Ka njerë edhe budolla e qilon. Epse ja kom qilun këtë anës do me thonë që edhe tjera të e, mëse veni për tersa. Se e o qëllu. Ma mirë ke kalu me qenë se si hera e parë që ke marrë pjesë në set të gjirimeve, do më thonë kuptohet shumë njerës, shumë kamera, shumë kështu. Po në premiera, ma mirë me shku në premier, a ish ma mirë me u konë set gjirimeve? Ku e knaqë ma? Unë jam kënosh set gjirimeve, se unë i qmoj njerëzit që punojnë shumë, që kanë aftësi dyqysh ekstrem të forta, qysh kanë punue, unë e kum shejue Aldon, për shemëll, qfar punë e banë, qfar perfekcionizmi, ata në për shemëll që do me kriju dishka. Ajo premiera, për shemëll, nuk është gjë e madhe, për shemëll se i bankete e ki produktin që e ke boti. Po me bëjmë i ponë set, qysh punojnë, qysh angazhohen, unë sikur ti pe mirë dishka, edhe po shkon të ankon, ti qituj te, sa të ven ke frutin altë. E kështone unë e vlerësimin e kam ma shumë, për shemëll, e kam tek puna, se e vlerësoj njerëzit që punojnë shumë, e si do mos për Aldon. Falemderit, e shusoj shumë. Nikit, ta e kam shok. E kështone s'kam qare pa i livdue, po pyjtet ja ke boti gabim, se ti shakonën mi apo këti me dio e piqë. Qfar pyjtje kështë dash ka, me që të jemi krejt në fund? Pa lidhe farë me filmin, fund të tjerë. Unë dëgjova që filmi do tjetë edhe në Gjermani, do më thënë në premier, kështu që unë besoj që do t'jem edhe në premier, se në Prishtinë isha, në Tiranë s'më keni thirë, shumë keq, në Prishtinë isha, Gjermani po e ftoj vetën. Po, më gjep bjaku e ke biznesmen. Po, në Gjermani po e ftoj vetën. Një rrugë e 2 punë kam. Ane, hajde me shte ardhën, po ka njerë pala gjina aty se kam probleme mendore, kështu që... Mos më fazon fjallë të mirë. Ato mafiashat kur si u prejnë me një vend. Kështu që... Veç që ti ke qëllu për aty në mafiashave që po të prejnë. Po, bëma ki jam borg më zeki, me ditë, mundet me ndodhë shka mos. Si të nazojnë në Kosovë, po, unë jam pak para aktive, kështu që e kam prokurorin shok. Ajo është i korruptuar, po inshallah. Do të më ndirë nga burgu. Kjo është historia e filmit. Kështu që, Bel, falenderit shumë që pranove me ardhë në pjesën e fundit, kështu që qërshia mbi tort i themi ne. Me ty shumë shpejt do të bëjmë një intervist nga folësh edhe me na bua ato makarona dhe domishna dhe specialitete, edhe me folë edhe për verën Belja. Ja, ma, është bërë artistë. E ki mos tash. Ajo! Sa që mashton. Ashtu një mashton. Spaghetti ka 5 euro. Vesh për filma. Vesh për filma. Këta e kam kolegë, mu i me thonë kështë. Që tash kolegë Nikin, a vëkton? E kështë që Aldon, regjisor, matë mirë s'tipi kod, a vëkton, jam i knasht. Nashtë në skin, matë mirë,
Se këto s'po dishin as më puth, as më përgjesh. E na mafiashat çka zbomi. Na i kemi i ndrumi dritat prej taretës, dalmin të kuqe. Men për të treshi. Skenarën e kom bo për 1 minutë. Po, imagjinoje për 2 muaj. Imagjinoje këtë rol kërëstore. Do që me këto kolegë që i kam une, kisha nderin me punu bashkë me këto kolegë. Kolegë. Ndodhë kjo që me një skenë sa do të vogël, arrin me u bo kolegë. Ndodhë kjo edhe në fushën e... Teknikisht kolegë që u të A me dokument mërë kolegë? Aktor ka si numër, del personazhi, skadja. Nike dhe Aldo, faleminderit shumë që ishit pjesë në Ftohtë në Nxehtë. Ja kalum shumë mirë. Unë nuk knall qa, Belës ma kuptoj që Belën e kemi të shpisër, në thënë njeri zemrës. Kështu që sa më shumë suksese, sa më shumë filmat mirë, uroj që në treshin, jemi të bogëzuar, po jo me këto pjep, do pje tjera. Fix. Kështu që edhe publiku tuaj që po na ndjek, filmi sa ka filluar në kinemat e Kosovës. Shikojni se do vi ky mafia të treshi. Keni edhe këtë personazhin e famshëm ku që është super karakter. Jo, por përveç shakave, është një film që duhet më pa. Javlin. Besoj dhe e kalon. Unë e kom pa, Këtë e kom mrenda. Po, e kom pa dhe kështu në jashtë. S'kisha hekën në kur gjo për këti filmit. Është edhe... Kur gjo, a di që me thonë dishka që me hekën, më të metë me rak dishka që përshimë me hekë, sa e kom pa filmin, kur gjo. E kësha shtu pak do skenë, pak Realisht, njëkohësisht unë bëj thirrje gjithë miqve të Ftohtë në Nxehtë, të Radio Televizionit 21 në Kosovë dhe TV 21 në Maqedoni. Shkoni me pa këtë film, sepse keni më knaq, edhe është gjëja me bukur që keni me adhuru vetës për atë ditë, sepse kam një majtë të kariku me energji pozitive, falë këtyre dhe këtë gjithë ekipit më mrekullueshëm. Yes. Faleminderit shumë. Faleminderit.